18 korrik. Dhe ja çfarë kam. Ja mbretëresha duket perfekt. Duket se mbretëresha e re. Por fund kisha një pyetje për bletarët me përvojë. Kush din të tregojë arsyen pse kolonia në këtë rast? Përshëndetje të dashur bletar. Kush e ka po, kemi postuar një video më 5 korrik. Kemi kap një nukleus, ose me thonë ndryshe një rojitje me dot 5 korrik tek një shtëpi, dhe sot ja po kontrollojmë data është 18 korrik. Dhe ja çfarë kam. Kjo si rezultati e asaj se nuk i kemi vendosur korniza dhe nuk i kemi kontrolluar fare. Çfarë mund të bëjmë këtë rast? Do t'i heqim këto dhe mund ta ngushtojmë. Janë të në panevojshme, nuk është një tjenë në koshere, sepse rishë më shumë shenë kontrolin punën. Ka fillu të hedhe mjollët, është dylli pastër të cilin mund të shfrytëzojmë për kubza të mbretëreshës. Se di që dëshirojmë bëjmë kubza, a i dyllë në shumë i mirë. Qofmi, shka ka punu për këtë ditë kornizmë ushqim. E kemi dhonë vetëm 1.5 litër sirop ditën që e kemi kapë. Po shë ka pa video, shka ka kjo, polen. Dhe kjo ka mizë tjetër kur gjë hiq. Komplet me vezë. Nuk e di sa ka mos i mu dok. Është komplet korniz me vezë të reja. Cep me cep është me vezë. Nuk e di a shifën. Do shta nuk shifën. Si do qoftë, është korniz komplet me vezë. I mungon ushqimi si rezultati i mungesës në të nektarit. Edhe kjo është komplet me vezë. Ja mbretëresha. Ja mbretëresha. Ja. Ja mbretëresha duket perfekt. Duket se mbretëresha e re. Edhe kjo është në vezë, pak nektar. Edhe këtu ka edhe pak nektar. Dhe këtu në këtu. Më tepër nuk ka nevojë për shqetësim. I ka të mbushura, domethënë gjithë këto rrugë me blet. Ju thash se do ta ngushtoj. Por ngushtim unë e përdori këto korniza me stirodor. Perfekt. Mund t'i japim 2-3 litra shrop për arsye se kishte mungesë ushqimi. Kjo e bën më të fortë. Tash do të trajtojmë edhe për varroa. Për fund kisha një pyetje për bletarët me përvojë. Siç e pa gjendjen e kolonias, ka vend bosh për mjalt, për pjell, për gjithçka dhe ka lëshu hoj. Kush din të tregojë arsyen pse kolonia në këtë rast ka bën hojën e saj, duke e pas se ka vend mjaftueshëm. Përgjigjen ne do ta japim, por më vonë. Fillimisht presim përgjigjen nga bletarët me përvojë dhe profesionistë. Mirëmbëjtje.